Kur Jezui zbriti nga mali, një turmë e madhe i shkoi pas, dhe ja, një lebrosur ju afrua dhe i ra në gjunjë i tha: O Zot, po të duash ti mund të më pastrosh. Jezui shtriu dorën, e preku dhe i tha: dua, pastro. Dhe ai u pastrua me njëherë nga lebra. Jezui i tha: mos i trego njeriu, por shko paraqitu te prifti dhe kushto dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu. Kjo do t'u shërbejë si dëshmi. Kur Jezui hyri në Kafarnaum, ju afrua një centurione dhe ju lut: O Zot, shërbëtori im dërgjet në shtëpi i paralizuar dhe po vuan shumë. Jezui i tha: do të vi ta shëroj. Centurioni i tha: O Zot, unë nuk jam i denjë që të hysh në çatin time, por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet, sepse edhe unë jam nën urdhrat e prorëve të mi dhe kam nën vete ushtar. Kur i them njërit shko, a i shkon, edhe kur i them tjetrit eja, a i vjen. Kur i them shërbëtorit tim, bëje këtë, a i e bën. Kur dëgjoi këto fjalë, Jezui u mrekullua, edhe u tha atyre që po e ndiqnin: me të vërtet po ju them, se nuk e kam gjetur një besim kaq të madh tek asnjëri në Izrael. Prandaj po ju them, se shumë do të vinë nga lindja e Perëndimi, edhe do të ulen në tryez me Abrahamin, Isakun e Jakobin në mbretërinë e qiejve, ndërsa bijtë e mbretërisë do të hidhen përjashta në errësirë, ku do të ketë vajtim e kërcëllim dhëmbësh. Pastaj tha centurionit: shko, dhe u bëft sipas besimit tënd. Dhe shërbëtori u shërua në atë çast. Kur shkoi në shtëpinë e Pjetrit, Jezui pa vjerrën e Pjetrit që derdhje në shtrat me ethe. Ai ja preku dorën dhe atë e la në ethet. Atëherë ajo ngrit që t'u shërbente. Në mbrëmje sollën tek ai shumë të pushtuar nga djalli. Me anë të fjalës, ai i dëboi shpirtrat e ndyrë dhe shëroi të gjithë të sëmurët, që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia: mori mbi vete dobësitë tona dhe mbarti sëmundjet tona. Kur pas e ishte rrethuar nga një turmë e madhe, Jezui urdhëroi të shkonin në bregun tjetër. Një skrip ju afrua dhe i tha: Mësues, do të të ndjek kudo që të shkosh. Jezui i tha: Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit kanë fole, ndërsa biri i njeriut nuk ka as ku të mbështes kokën. Një tjetër, një nga dishepujt e tij tha: Zot, më lejo të shkoje të varros më parë ti mat. Por Jezui i tha: Ti më ndiq mua dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre. Pastaj hipi në varg, i ndjekur nga dishepujt e vet. Dhe ja, në liqen u ngrit një stuhi e madhe, aq sa varka u mbulua nga dallgët. Ndërkohë, ai flinte. Ata ju afruan, e zgjuan dhe i thanë: O Zot, na shpëto se po mbytemi. Ai u tha: Përse keni frikë o besim pak? Atëherë u ngrit
dhe qortoi erët dhe liqenin. Pastaj u bë bunace madhe. Njerëzit të marrnitur i thanë njëri tjetrit: kush është ky që i binden erat dhe liqeni? Kur arriti në bregun tjetër, në vendin e Gadarenëve, i dolën përpara dy të pushtuar nga djalli, që erdhën nga varrezat. Ata ishin aq të hegër, sa që askush nuk guxonte të kalonte asaj rruge. Dhe ja, ata filluan të bërtisnin e të thoshin: çfarë ke me ne, o biri Perëndis? Ke ardhur të na mundosh para kohe? Jo larg tyre, kulloste një tufë e madhe derrash, dhe djajt ju lutën Jezuit: nëse na dëbon, na dërgote kjo tufë derrash. Ai u tha: shkoni. Atëherë pasi dolën, ata shkuan te derrat, dhe tër tufa u hodh nga umnera në liqen, e u mbyt në ujë. Ata që ruanin derrat u ambathën këmbëve e shkuan në qytet që të tregonin për të pushtuarit nga djalli dhe për gjithçka ndodhi. Dhe ja, i gjithë qyteti i doli para Jezuit, dhe kur e pan, ju lutën që të largohi nga krahina e tyre.